për momentin. E kuptoj. Shumë është diskutuar gjatë gjithë këtij muaji protestet parë, se kush janë organizatorët, ajo bërthama e Mirfield që e mban në këmbë protestën, kush është koka, në thonjza e kësaj proteste. Vërtet, kush janë? Tani, ditën e parë, unë mbaj mend ditën e parë kur protesta nisi, praktikisht ne kemi thirrur një protestë si që thrasim gjithmonë, tani se kemi vite që e bëjmë të gjë, madje të dëshpëruar, të jemi krejt sinqertë, se na duke vetja dhe si të rrallë, mos themi të vetëm që po luftojmë si një farë don kishotizmi përballë një sistemi ku duket se gjithçka është tani më e vendosur në vendin e vet. Edhe në protestën e parë jam krejt i sinqert kur u thirr, unë nuk prisja më shumë se 150 vet, 200 vet, siç ndodh rëndom në protestat në Tiranë. Aty ishim te drejtoria e policisë dhe unë pash që kishte diku të rreth 1000 vet, gjë që ishte e paprecedent. Edhe në atë moment, thjesht në diskutim me njëri tjetrin, themi që le të shkojmë te Ministria e Brendshme për shkak se aty janë marrë urdhrat që policia të mos ndërhyjë me radhë. Kur shkoj te Ministria e Brendshme, hyp në një nga këto kubet e betonit që janë aty. Edhe shoh një masë që nuk e kisha pritur, të jem krejt i sinqert, edhe them diçka që për mua kjo do të tregoj praktikisht se kush janë organizatorët. Them protesta ishte e jona, ama revolta është e juaja. Tani më nuk e kemi bërë ne. Praktikisht ne thirrëm protestën te drejtoria e policisë, ama gjithçka që ndodhi mbrapa ishte e protestuesve. Edhe për mua, të jem krejt i sinqert, jam i gatshëm ta mbroj deri në vdekje këtë tezë, që në fakt aty nuk ka një organizator. Aty janë të gjithë vetë organizuar dhe dalin të gjithë për hallet e tyre. Kush është roli ynë në këtë mes? Nëse kjo është pyetja e radhës. Roli ynë nuk është asnjë rol tjetër përveç se një lloj koordinimi dhe mirëmbajtje. Praktikisht protesta është një protestë e madhe në cilën herë ka mos pajtime, herë ka konflikte, dikush duhet flas, dikush duhet marrë radhën. Praktikisht është thjesht një rol krejt bazik dhe banal që ka të bëjë me një lloj mirëmbajtje. Dhe gjithçka tjetër praktikisht është në dorë të qytetarëve dhe jam krejt i sinqert kur them që nuk është se ka një grup organizator të kësaj proteste. Ka shumë nga ata që thonë e zon për një moment i realizuat kërkesat, gjitha. Po pastaj. Në fakt, çfarë do të ndodh? Ne kemi dalë me disa pika që e kanë të rregulluar praktikisht çfarë do të ndodh pastaj. Shiko, pra nga ajo që thash unë u kthyen revolta është e juaja. Kjo lëvizje mund të prodhoj një formacion politik? Kjo lëvizje mund të prodhoj gjithçka, ama kjo lëvizje shoqërore për mua fillimisht ka vendosur një objektiv që është i qartë. Sepse ju establishmenti nuk e doni, po kërkoni rrëzimin. Kjo është lëvizje krejt antisistem, të jemi krejt sinqert, dallohet sepse duke qenë se disa prej komponentëve vet kryesor ka praktikisht bojkotimin e mediave, bojkotimin e partive të vjetra, bojkotimin e oligarkisë ekonomike dhe të krimit organizuar, praktikisht që pra këto ka të shtyr, edhe sigurisht edhe të ndërkombëtarëve që kanë qenë pjesë e shërbimit të Ramës, një farë jo bojkotimi, por kritika ndaj tyre. Sigurisht që është një lëvizje që i ka të gjitha parametrat për të quajtur një lëvizje anti-establishment. Tani, ne sa i përket kësaj kemi kërkuar në një nga pikat tona që ne të kemi fillimisht një qeveri tranzitore, 12 mujore, jo politike. Pra, qeveri tranzitore jo politike, 12 mujore. Çfarë dua të them me këtë? Në momentin që ka një lëvizje shoqërore që është në rrugë, ju imponohet edhe partive politike. Partitë politike të vjetra, sigurisht dhe të reja, në momentin kur ka lëvizje sociale në rrugë janë përballë faktit ose ata reformohen ose shkrihen, praktikisht sepse nevojat e shoqërisë tani më ndryshojnë, nuk janë më nevojat e shoqërisë djeshme. Ajo, çfarë është lëvizja shoqërore? Lëvizja shoqërore mund të, nëse do marrim i term krejt biologjik, është si enzima. Përshpejton disa procese që në shoqëri do ndodhin shumë avash. Kështu që nëse s'do ishte kjo lëvizje, mbase kjo gjëja do ndodhte në 2040, në 2050, po ja, ndodhi shumë shpejt u përshpejtua. Çfarë dua të them me këtë? Qeveria dhe opozita duhet bien dakord që të ndryshojnë kodin zgjedhor, ta dërgojnë vendin në një qeveri tranzitore jo partijake, pra që edhe të reformohen nga brenda nëse duan dalin zgjedhje. Nëse s'duan dalin zgjedhje, le të rrinë ashtu, edhe do marrin atë çfarë populli jep. A mund dalin parti politike nga kjo lëvizje? Për mua pasi të bie Rama, që të them drejtën, Rama nuk është një individ, është një sistem qeverisës, një mënyrë qeverisje, një mentalitet politik. Pra për mua le të dalin sa më shumë aq më mirë. Unë ndroj për një Shqipëri, të jem krejt i sinqert individualisht, po flas si Edison,
ku ne të kemi 7-8 parti në parlament dhe mos të kemi më praktikisht autokrat përjetshëm. Edhe jo më kot një prej pikave tona ka qenë që asnjë kryeministër gjatë gjithë jetës tij politike nuk mund të ketë më shumë se 2 mandate si kryeministër. Sepse le të jemi të sinqert, ky vend ka vuajtur nga kryeministrat që nuk kanë ditur të zbresin nga kalima. Edhe opozita, Partia Demokratike, partia më e madhe në opozit, është pjesë e pakënaqësisë tuaj. Madje kur bëni ato marshimet tuaja edhe afër Selis Blu, nisni me etiketimet që janë të njëjta sikur se bëni dhe me palën tjetër. Opozitë shitur etj etj. Tani që të jemi krejt korrekt në një farë mënyre, sigurisht që pjesë e këtij sistemit politik dhe mendësisë politike që unë po referohesha, sigurisht që është edhe Partia Demokratike. Është fakt që unë po marr Ramën direkt. Rama ka qenë ministër kulture kur unë kam lindur. Berisha kishte edhe 6 vite më parë që ishte praktikisht në pushtet ose pjesë e politikës. Tani më nëse këto parti nuk reformohen, siç është Partia Demokratike tani më, që një nga problemet e veta ka Sali Berishën që është shumë krye, nëse nuk reformohet, nëse nuk ndërpret marrëdhëniet praktikisht me oligarkët ekonomik, emrat e cilëve nuk arrin dot t'i përmend, nëse nuk ndërpret marrëdhëniet me krimin organizuar, praktikisht nuk ndërton një parti moderne, mbi parime dhe i bot kuptim të djathtë siç ata e kanë, mendoj se sigurisht që do kenë edhe gjithë mollefin edhe kundërshtin tonë, sepse për ne janë pjesë e një sistemi qeverisës njëjtë si Partia Socialiste, mos të themi që raste janë edhe bashkarisht.